Skandal në botën e boksit. Një debat i fortë ka shpërthyer në botën e boksit amator pasi presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Boksit, Umar Kremlev, ka kërkuar që Iman Khelif, fituesja e medaljes së ardhë në lojrat olimpike të Parisit, ta kthejë medaljen pas dyshimeve të forta lidhur me gjininë e saj. Khelif, 26 vjeçare, dominoi kategorinë e saj duke mposhtur 4 kundërshtare rrugës drejt finales, por gjatë fushatës së saj i zbuloi se ajo ishte përjashtuar nga kampionati botror 2023 pas një testi kromozomësh. Megjithatë, kjo nuk e ndaloi që të vazhdonte rrugëtimin e saj në Paris dhe të rrëmbej medaljen më të lartë në podium. IBA, e cila ka humbur njohjen zyrtare nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar për shkak të akuzave për korrupsion, është zëvendësuar nga një trup e re, World Boxing, e cila ka nisur zbatimin e testeve të detyrueshme për verifikimin e gjinisë. Deri më tani, Khelif nuk është detyruar që ta kthejë medaljen, edhe pse duket e pamundur që ajo të lejohet të garojë në lojrat olimpike Los Angeles 2028, por Kremlev ka kërkuar që asaj t'i merret medalja. Jo, nuk jam i kënaqur. Një medalje duhet të fitohet me merit të vërtetë. Duhet të mbrojmë atletët dhe të sigurojmë kushte të barabarta për të gjithë. Tani që e vërteta ka dalë, ajo medalje duhet t'i kthehet pronarit të saj të vërtetë, një gruaje të vërtetë, ka thënë Kremlev. Nga ana tjetër, Iman Khelif ka mohuar vazhdimisht të jetë mashkull biologjik dhe ka ngritur padi për ngacmim kibernetik.